Edhe pse biseda për shëndetin mendor është hapur më shumë se kurrë, burrat vazhdojnë të shmangin psikoterapinë, jo sepse u mungon dhimbja, por sepse janë rritur me idenë se burrat veprojnë, nuk flasin. Që në fëmijëri, djemtë inkurajohen të veprojnë, jo të shpjegojnë emocionet. Ankthi dhe depresioni shpesh nuk njihen si të tillë, por shfaqen si tension, izolim, rrezikim apo shpërthime zemërimi. Psikoterapia, e ndërtuar mbi të folurin, u duket si një gjuhë që nuk e kanë mësuar kurrë. Për shumë burra, të tregosh dobësi do të thotë të humbasësh status, kontroll, respekt. Të kërkosh ndihmë shihet si dështim, por pikërisht ky blindim emocional i bën më të brisht në afatgjat. Shpesh, ndihma kërkohet vetëm kur gjithçka ka arritur kufirin, kur marrëdhëniet janë në shkatërim, kur krizat janë të hapura. Psikoterapia nuk ua heq fuqinë burrave. Ajo e ndryshon formën e saj, krijon një hapësirë ku nuk ke pse ja del vetëm, sepse forca nuk është të durosh në heshtje, forca është të flasësh.